Mirëmëngjes të gjithave! Të martë sa më të mbarë. Unë ngrita, bëra dushin tim në mëngjes, sepse shkollën e kam pas dite në orën në drek, në orën 1, dhe po kujdesem pak për flokët e mi. Kam përdorur këtë kremin hidratues që është edhe për trupin, edhe për fytyrën, për çfarëdo lloj gjëje, po mua më pëlqen më shumë që ta përdor për flokët e mi pas dushit direkt, dhe këtë parfumin që e kam marrë që në Gjermani, e kam shumë kohë, shumë minimalist, edhe është nga NYX, edhe ky është gjithashtu multifunksional, është edhe për flokët, edhe për trupin, edhe për fytyrën. Por që edhe këtë më pëlqen më shumë që ta përdor për flokët, është vaj, po nuk është ai vaj që të ngjit duart apo të duket shumë si yndyrosur, sepse thahet shumë shpejt, edhe kështu flokët e mi kanë aromë shumë të mirë. Do bëjmë gati për shkollë, do bëj një tos shpejt, edhe do nisemi. E marta është dita ime preferuar, sepse në shkollë ne kemi vizatim dhe ilustrim grafik, dhe që ta dini ju, unë kam përparuar, kam mësuar, dhe nga vizatimet më të thjeshta, në thonjza mund të them që ne kemi bërë lidhur thjesht me kompozime, me kuba, cilindra, gjëra të tilla, më falni, kemi filluar tek portretet, tek skulpturat, edhe gjeni dot se çfarë skulpture dhe portreti kemi tani që po skicojmë. Po s'morem duket. Kemi skulpturën e Deas, portretin e Deas. Nëse do kem kohë para se të nisem për në shkollë, do ua ha pak edhe do ua tregoj. Kemi diku në 5 faza në shkollë dhe jemi tek faza e dytë, kemi dhe 3 faza të tjera deri në fund të sezonit. Edhe mezi po pres, deri tani duket goxha e qartë që ja kam marr pak dorës, edhe më ngjan me Dean, me portretin dhe skulpturën që kam përballë atje në klasë, por që do ju marr me vete dhe do t'ju tregoj më shumë nga dita sot. Kështu që hajdeni të vishem unë, edhe të thaj edhe flokët, edhe t'i shtri, edhe të gjej dhe një outfit për në shkollë, sepse është shumë ftohtë, është -2 gradë në Tiranë sot që flasim. Nëse ka një lëng që do më duhej ta pija gjithë jetën, do ishte lëng portokalli. Unë vdes për lëng portokalli pija. Edhe tostat janë gati, kështu që më bëf të mirë. Bëjmë një outfit check shpejt, sepse do dal. Kam veshur pantallonat e zeza që vinë të lirshme nga Zara, që i kam marrë që në Gjermani. Poshtë kam vesh një badi të hëmës me mëngë të gjata, po prap të bardhë si pulovra, sepse është shumë ftohtë, siç ju thash. Këtë pulovrën e kam marrë tek, është e bardhë, thjesht tek Koton, pellushin kaf, ripin Guess. Kam vendosur këto vathët nga Solaris Beauty Shop që i kam marrë edhe i vendos sot për herë të parë. Unazën, shikoni pak përsi të fokusoj këtu. Kjo është unaza, që është unaza e re. Nuk e di pse nuk po më fokusohet. Është unaza e re që i dashuri im më bëri. Atletet të bardha dhe tubin, sepse kemi këtu punët që nuk pata mundësi t'ua tregoj punën, por do a tregoj në klasë, dhe çantën Guess që e kam që nga Gjermania, edhe këtë. Edhe jam gati, po plas vape në fakt, se këtu brenda tek foleja është shumë vap kur vishesh kështu me ka gjëra të trasha. Ama është kjo diferenca shumë e keqe që këtu brenda pëllcet, rri me më të shkurtra gjithmonë, dhe kur dal jashtë është shumë ftohtë, edhe ndonjëherë nuk e mas mirë dhe llogaris mirë se si të vishem. Uroj shumë që mos të kem ftohtë me kaq, nuk besoj se do kem ftohtë. Nëse hajde dalim edhe të ikim në shkollë, në universitet. Po e ndjej që këtu që është shumë ftohtë. Do e provoj në këtë vlog që të xhiroj vetëm me telefon, sepse është shumë praktike, edhe kamera më zë shumë vend, edhe nuk dua që ta marr kamerën në shkollë, sepse akoma nuk e kam gjetur atë lirinë që të filmoj aty para shoqërisë. Më duket pak sikur do dukem, ndoshta nuk duhet i kem këto, por i kam.
nga një ditë tjetër, si jeni sot, si jeni gëdhirë. Unë u bëra gati për në shkollë në fakt, edhe mendova që sot mos ta hap fare kamerën, duke që se jam gjithë ditën në shkollë deri në orën 5, edhe derisa kthehem është e rësuar totalisht shumë, edhe plus jemi në këtë fazën e sezonit që kemi shumë projekte, punë, detyra, përgatitje, edhe nuk dua që ta sforcoj veten kur nuk kam çfarë të jap, përtej veç mësimeve dhe muhabeteve të tilla. Por, para se të dilja, më erdhi Pako nga Glowy Skin, nga faqja ime e preferuar për skincare, për produkte për kujdesin, edhe thash t'ju tregoja se çfarë kam zgjedhur këtë muaj, kësaj radhe. Por, para se t'ju tregoj edhe për dy produktet që unë kam zgjedhur, prap t'ju rikujtoj për këtë kombinimin e buzëve që është super shumë perfekt, ua kam treguar që në Gjermani, edhe është ky lapsi NYX 820 SPL mos gaboj. Duart e mia sepse kam bërë eksperimente, kanë ngjyrë portokalli. SPL 820 espresso dhe ky klosi që është 02 si mos gaboj, po nga Peripera, janë super shumë të mirë, sidomos ky glosi njëherë, edhe po mos të kesh vendosur asnjë lloj konturi tek buzët, ky me këtë thjesht të jep një ngjyrë buza dhe ngjan shumë natyrale, hidratuese dhe nuk është ai glosi që të ngjit në përbuzë që të duket si mastiç. Dhe dy produkte që unë kam zgjedhur, që në fakt sa i kam hapur për arsye sepse i përdora, nuk durova dot. I pari është ky serumi këtu, TZA6 që ka niacinamide dhe retinal gjithashtu. Tatan! Të serumin këtu e zgjodha më shumë për njollat që më kanë mbetur pas akneve, sepse kam goxha njolla që më kanë mbetur dhe si një frikacake që jam akoma gati për të bërë një trajtim më specifik apo qoftë edhe dermapenin, jam shumë kështu e friksuar, edhe sa pash këtë serumin, i cili ndryshe nga vitamina C që të ndihmon për të parandaluar njollat e kafe, ky i zvogëlon njollat kafe dhe pigmentin që kanë lënë ato pra aknet në lëkurën tonë. Është super hidratues, është i testuar dermatologjikisht sigurisht dhe është sidomos për lëkurat e ndjeshme, njësoj siç lëkura ime. Përveç saj kam marrë edhe një krem hidratues që është ky këtu. Ka një aromë menteje fantastike, e zbut super shpejt lëkurën e ndjeshme. Është për përdorim të përditshëm, pra do ta përdor çdo herë që unë laj fytyrën time, ndërkohë serumi nuk është për përdorim të përditshëm, por është diku te 3-4 herë në javë. Shifemi nesër, po ikin në shkollë. Me shpresën që nesër më vinte mushi im në Tiranë, se po mendoja mos të largohesha këtë fundjavë, se duke qenë se kam shumë punë dhe fundjava kur ikin në Vlorë nuk më lejojnë që ti mbaroj këtë punë dhe më ngjishen dhe më stresojnë pastaj. Edhe mezi po pres, ndoshta vjen mushi edhe të rim bashkë me Vikin edhe me nusën e Dajos këtu, sepse fëmijët e Dajos janë këtu në Tiranë, i kam 10 minuta larg me këmbë, jo me makinë, se me makinë 3 minuta i kam, edhe nuk e di, mezi po pres të vi mami se më ka marrë shumë malli që të dalim për shopping bashkë. Ju besohet ose jo që kur jam kthyer nga pushimet për vitin e ri, nuk kam dal nga pushimet për vitin e ri, nuk kam dal fare në qendër, nuk kam dal fare, dhe nëse më është dash të blij në një gjë apo qoftë në një rrobë për të parë, kam shkuar tek që të uja aty në gjithur të shkolla, edhe nuk kam dal fare qa bëhet deri më tej. Edhe thash po erdhi mami, do dal. Harova t'ju them edhe para se të iki që brenda Pakos më kishin vendosur edhe këtë maskën këtu, që besoj është për lëkurën, për fytyrën. Po, është një toner pad. Ika tani. Kemi ardhur për shopping me mamin, Vikin edhe nusën e Dajos, jemi në Tek. Edhe po provoj këtë kostumin tek HM-ja, që kam ka shumë kohë që më pëlqen dhe dua ta marr, edhe më pëlqen shumë se sa bukur edhe i ngrohtë që bukur ta tregon trupin dhe ngrohtë që të mban, por nuk jam shumë e sigurt sepse ka goxha çmim të lartë për aq kohë sa unë kisha menduar.
Kishte edhe ngjyrë tjetër, nuk e mbaj mend fiksa shumë, po më duket se ishin diku te 50 këto dhe 30 e ca këto, qofse e kam parë siç duhet. Edhe janë shumë të buta. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Pse nuk filmova dje? Nuk filmova dje sepse dje erdhi mami, babi edhe vllai para se të ikte në Gjermani. Edhe kalova pak kohë me ta, edhe ishim pak kështu të prekur që po ikte vllai, të mërzitur të them të drejtën. Edhe ndonjëm pak aty dhe më pas u nisëm me mami për në tek, që takuam edhe nusën e Dajës edhe Vikin, që blem disa gjëra që dua t'rregoj. Kryesisht qëllimi ishte më shumë që t'i gjente mami disa gjëra që ajo kishte nevojë që nuk mund t'i gjente në Vlorë, se unë këtu jam e sigur që i gjej, edhe dale dhe kam më shumë kohë se mami im. Edhe pastaj erdhëm dhe morëm taksi nga Tegu, shkuam tek Foleja, që mora unë disa rroba dhe disa gjëra dhe erdhëm këtu tek shtëpia e fëmijëve të Dajës, që kaluam mbrëmjen bashkë, kemi kënaqur pafund, nuk e di domethënë janë si ato. E keni parasysh kur kujtojmë kohët kur mblidheshim tek familja e Dajës me nënën, pak në një version pak më ndryshe, që tani jemi në Tiranë, edhe pondësia dhe dashuria është njësoj aty brenda. Jemi kënaqur shumë, kemi ndonjë deri vonë, nuk e di domethënë, dhe kemi fjetë dhe kaq shumë gjumë, tani që unë flas është ora 12 e pak, dhe e di çfarë vendosim që do shkonim me të përdorura për herë të parë këtu në Tiranë, se kam pas shumë kohësh dhe shumë vitesh që nuk kam shkuar, dhe menduam që të shkojmë aty. Unë jam bërë gati, kam veshur këtë pulover në verë të xhaketën. Gati, jemi këtu Ha, Roelio. Do na tregosh outfitin tënd, Roelio s'është bërë gati akoma dhe sigur duhet jetë me pantallona të shkurtra dhe kanatiere. Ha, di. Dhe kam veshur xhinset e reja, çantën e madhe me shpresën që ndoshta do gjejmë në një gjë aty. Ha, të lutem të bëj pak vlog. Çantën e madhe në mënyrë që të marr gjëra nëse do gjejmë me shpresën, nuk e di, kam shumë kohë pa shkuar siç u thash. Edhe të shkojmë aty, edhe pastaj do vim se mami ka takimin për thonë në orën 2:30, dhe nuk e di, sot kishim Big Brother dhe ne po mendonim në fakt që të shkonim ta shikonim live, se na fuste Roelio me disa miq të njohur aty, por mami dhe nusja e Dajës janë shumë të lodhur. Okej. Filloi zhurma sepse po dalim, kështu që po iki edhe unë, edhe flasim më vonë. Hajde ne, shohim nëse do gjejmë në një gjë. Sot ishte një ditë e suksesshme në shopping në të përdorura. Kemi gjetur gjëra shumë të bukura, që mezi po pres dhe do ua tregoj kur të shkojmë në shtëpi. Unë kam gjetur një peliçe yll të bukur për vetëm 20.000 lek, me lajo teta atje. Nga ato peliçet që nuk janë si qeska apo si plastika jo e qimes, por janë peliçe nga ato të kohëve të vjetra që janë shumë të bukura. I shikoni çupat me qeset plot. Dhe një pal atlete të kuqe që ishin për vetëm 2.000 lek. Ishin all star, ishin shumë të bukura. Nuk kam atletit kuqe, një pal që i kam pasur, i kam shitur në Vinted në Gjermani, kështu që më duhet se një pal për 2.000 lek, why not? Pra nuk ishte justifikim që mos t'i merja. Dhe i mora. Mendoj që do bëj shumë outfite cute. Sa bukur, përsi, që të gëdi qka që po lexoj. Se ikën para çupat, më lan këtu pas, do shkojmë se mami tani ka orarin e thojve, edhe ne do ulemi aty poshtë tek lokali që të pim kafe bashkë edhe me djalin e Dajos, Roelion. Gjëja e parë që do ju tregoj është kjo peliçja që mezi kam pritur, se ju thash ishte shumë e bukur. Edhe nuk do t'ua tregoj të gjitha se çka kanë marrë të gjithë, po do ju tregoj këto që zgjodha unë më shumë. Dale, ta heq pak këtu.
Okej, kjo sigur që është pak plur dhe e pisët, por s'ka gjë se do ta lajm dhe do bëhet është kjo peliçja këtu, shikojni pak se sa e bukur që është. Unë nga që jam e shkurtër dhe më vjen deri diku këtu, poshtë gjurit, mos gaboj. Fiks, po te gjuri. Edhe shikojni pak të qimen, se sa të bukur që e ka kështu kafe si me nuancat ngjyra, është shumë e bukur goca, nuk është ndonjë mark të ketë ndonjë firëm këtu brenda, por është shumë e rëndë si peliçe, edhe më pëlqen shumë edhe më shkon shumë edhe me ngjyrat e lëkurës, të flokëve, është shumë e bukur, e di që ndoshta tani nuk është periudha e dur për ta veshur se dimri besoj që tani iku edhe nuk është se do rikthehet më ky dimri kaq i ftohtë, por këto janë ato peliçe që zgjasin me vite dhe nuk e humbasin atë ndriçimin e tyre të bukur dhe funksionin, kështu që do e kem gjithë jetën time aty sepse është diçka vërtet shumë e mirë edhe cilësore dhe prandaj më pëlqen kur shkoj në këto të përdorura që gjej gjëra të tilla dhe që kanë vërtet material shumë të mirë, gjë që nuk e gjen në dyqan, në dyqanet sot, qoftë edhe te Zara apo edhe në dyqane të tjera që mund t'i përballoj xhepi. E atletet e kuqe ishin këtu All Star, janë shumë të reja, do me thënë janë origjinale, duken që janë të përdorura, por duken që janë edhe të reja, ja kanë këto shenjat këtu që janë të përdorura dhe pak pis, por këto në lavatriçe do bëhen super xiz edhe janë shumë të bukura për kombinimin në pranverë. Sa po iku mami, sa po e përcolla dhe unë nis për në Vlorë bashkë edhe me kushërën time, sepse dhe ajo do shkonte tek gjyshja edhe ndonjëherë kur jemi vetëm që bëjmë ato pyetjet, ato diskutimet me veten ton, bëra mirë që jam kthyer, kam lënë diçka pezull, diçka gjëra shumë pyeti që i vin kujdo në mendje, ashtu si mund t'ju vi edhe disa për ju që jetoni jashtë edhe mendoni për t'u kthyer apo gjëra të ndryshme, edhe thjesht fakti kur mendoj që para 2 ditësh iku vllai në Gjermani edhe shtëpia ka ngel kështu totalisht bosh, një boshllok shumë i madh që ndihet kur të ikën një njeri i familjes. Nuk e di ju që nuk e keni përjetuar të paktën një herë në jetën tuaj që t'ju iki qoftë një familjar jo dhe vetë juve, nuk keni për të ma besuar dhe për të ma kuptuar kur këtë ndjesi, të duket sikur humbet diçka që nuk është jeta më njësoj, nuk do të ndryshon çdo gjë dita ditës, edhe arrin të kuptosh se sa pa vlerë janë shumë gjëra kur ti nuk je i lumtur shpirtërisht. Edhe ndonjëherë dhe unë kur lodhem këtu në Tiranë nga zhurma apo edhe nga kultura e disa njerëzve, mentalitetet e disa njerëzve që dua apo nuk dua unë jeta më përballë, jam kështu, isha rehat andej, do me thënë nuk ka andej gjëra të tilla, sepse domosdoshmërisht ti andej je vetëm dhe nuk ke me çfarë përballesh. Je vetëm ti edhe shumë pak rreth i ngushtë, qoftë ai shoqëror apo qoftë edhe familjar. Kurse këtu je i përfshirë në çfarëdo lloj gjëje sepse je në vendin tënd, je në komunitetin tënd, me njerëzit e tu, shoqërinë tënde dhe do përfshihesh më shumë, qoftë emocionalisht, fizikisht, çfarëdo lloj mënyre. Edhe pastaj kur kuptoj që si këto fundjavat që kisha mall për mamin, edhe mami erdhi në Tiranë, kaluam një fundjavë super të bukur, u kënaqëm, u çmallëm, blejmë gjëra, bëm shopping, tani që edhe unë jam rritur, jemi kështu si shoqe me mamin. Nuk jemi më si fëmijë me prindër edhe që kemi ato kritikat e prindërve në kokën tonë strikte, nuk jemi më ashtu, gjërat ndryshojnë dita ditës, edhe mami tani që iku, neve qajmë njësoj si kur ndajmi kur unë isha në Gjermani, edhe mami dhe babi këtej në Shqipëri, edhe them jo, nuk jam mërzitur dhe penduar që jam kthyer, për këtë arsye të vetme të paktën, sepse kur prindrit tanë të paktën në familjen time, prindrit tanë janë nga ata prindër shumë të rrallë ose të paktën kështu mendoj unë që
sakrifikojnë shumë nga vetja e tyre për të dhënë fëmijëve çdo gjë, për të shkolluar më mirë, për të pasur një jetë shumë të mirë, një familje të lumtur, të edukuar, edhe kur vin puna dhe dita, largohemi dhe i lëm ata vetëm për një jetesë më të mirë për neve, por sa më e mirë është ajo kur ti thjesht po përpiqesh të krijosh një stabilitet ekonomik dhe jo një stabilitet shpirtëror. Do me thënë është një temë shumë delikate kjo, por dua të them që unë jam shumë me fat që pata mundësinë edhe jeta më ofroi disa alternativa që unë të zgjidhja dhe të kuptoja se çfarë doja më shumë nga kjo botë. Kështu që iku kjo fundjava. Iku kjo fundjava, jam shumë kaotike në brenda me jetë, jam e sinqert. Vllai iku andej që është vetëm. Unë jam në Tiranë, okej, e di që jam edhe unë vetëm këtu, por nuk jam aq vetëm shpirtërisht, sepse e di që nëse do kem nevojë për diçka, mund të shkoj sa herë të dua dhe kur të dua, jo të bëj plane, apo jo të marr leje, apo shumë gjëra të tjera. Ka ndryshuar shumë kohrat, duam apo nuk duam ne, kjo është bërë mënyrë jetese edhe jo vetëm për familjen time, por për të gjithë. Kur shkuam tek Zara në Tek, gjeta një palë pantallona nga këto klasiket serioze, 3 çerekshet që unë vdes dhe më pëlqejnë shumë fare që t'i kem në koleksionet e mia, edhe ishin edhe në ofertë në ulje, por prisni, e di që ka një shpjegim ajo, dhe ishin këto pantallonat këtu, që vinë kështu të gjera dhe kanë këtë materialin si kafe në lino të trash dhe i mora për nga 45 që mund të ka qenë çmimi i plot, i ka marrë për vetëm 12 euro, 12.000 lek, diçka e tillë, edhe shkova dhe bëra pagesën, edhe nuk e di si nuk e vura re këtë unë, sepse i bëra me ato makineri që kanë dalë tani që paguan vet, nuk e di si ndodhi, nuk bëri as pip ajo gjëja atje. Më ngeli këtu kjo tani, edhe nuk e di si ta heq. Nuk kam as ndonjë pincë, u përpoqja ta shqyej kështu, por nuk e shqyej tot. Edhe doja t'i vishe që parë që dola me mamin, po nuk munda dot. Kështu që më kanë ngel kështu këto, derisa të më thonë juve ndonjë mënyrë se si mund ta heq këtë këtu pa shqyr pantallonat e mia. Siç e po e kuptoni, ka ardhur fundi i këtij vlogu. Unë i falenderoj shumë që ndëjët me mua dhe kaluat kohë me mua. Deri atëherë do shihemi në vlogun e radhës, kështu që ju përqafoj, ju puth edhe kalofshit sa më bukur dhe shprehni sa më shumë dashuri dhe ngrohtësi me njerëzit që doni më shumë, sepse jeta është shumë e shkurtër edhe kur kalon koha do kuptoni që pse nuk e bëra, edhe pse do t'ja bëjmë ne vetes këtë pyetje, kur mund ta jetojmë çdo ditë si në një të ardhme që të mos pendohemi kur për çfarë kemi bërë dhe çfarë kemi dhuruar. Kështu që nuk e di pse ky fundi ishte kaq kështu si filozofike dhe pak shumë emocional, por këto ishin vërtet ndjesitë e mia të këtyre momenteve. Unë ju përshëndes nga Tirana jon e bukur, e zhurshme, që i ka që të gjitha mënyrat edhe mundësitë, dhe do mundohemi që të zgjedhim anët tona më të bukura dhe më të mira për të shfaqur dhe për të ndihmuar në këtë komunitetin ton. Bye bye, ju përshëndes nga kjo pamje e bukur e dhomës time, e folezës time, ndërkohë që edhe dielli është në perëndim. Bye!